E beson festën e Halloweenit që ekziston? E besoj, jo ti. Çfarë është Halloweeni? Shën Valentini, më vesh. Po? Shën Valentini. Po. E feston? Atë e di, e festoj. Si e feston festën e Halloweenit? Shumë mirë e festoj. Dalim, bëjmë xhiro në për dyqane, blejmë dhurata. E festojmë shumë mirë. Çfarë dhurata është blen për Halloween? Të ndryshme. Të ndryshme, dhurata të ndryshme. Kur ka filluar që të festohet në Shqipëri Halloweeni? Ka shumë shpejt. Shumë shpejt ka. Unë mbaj mend që kur kam qenë në moshën time 10 vjeçare, festohesh. Festohesh. Po kur u rrite, a vazhdove që ta festosh Halloweenin? E vazhdoj. Keni veshur maska për Halloween apo jo? Unë jo, personalisht Pse? unë jo. Jo, vajzat e mia vishen, kur është Shën Valentini vishen. Nuk jam veshur, po për të festuar e festojmë. Dal bashkë me burrin, edhe atë ditë kalojmë shumë mirë. Pse në për dyqane dhe në për bare, restorante vendoset një kungull i verdh me 2 sy edhe një buzë që është vetëm me dha. E shenja e Shën Valentinit. Ajo është festa. Që ndizet edhe flaka brenda. Për çfarë mendon se ndizet ajo flak brenda? Dashuria. Dashuria për? Për gruan, për çiftin. Tani edhe një përshëndetje për gjithë teleshikuesit që na shohin për festën e Halloweenit. Festën e Halloweenit të jetë një festë madhështore, edhe të kalojnë shumë mirë atë ditë me dashuri dhe me respekt për të gjithë njerëzit. Për Halloweenin. Marrë vesh të. Nuk marrë vesh. E kuptove tash ti i dashur koleg se sa shumë e njohin njerëzit Halloweenin. Po mirë mos fëmijët avash po një. Si? Ka njerëz që njohin nifet e fëmijët e brezat e ri. Ajo ngatroi Halloweenin me Shën Valentinin. A nive si tha festën e ju uroj gëzuar festën e Ullinit. Po tash ajo pranë thotë, ajo vazhdon në atë vetën që është festa e dashurisë. Po. Unë nuk shoh kënd fest dashuriet me këtë zhgarravinto. Mirë, dakord. Kalote Vox Popi i dytë. 1, 2, 3. Duhet bëj pyetje për Halloweenin. E njeh si fest? E di se çfarë, por nuk është se e festoj se merrem me të. Pse nuk e feston? Thjesht nuk më pëlqen. Jo, nuk më pëlqen, por thjesht nuk e festoj. Nuk e konsideroj si fest. Për Halloweenin. Marrë vesh të. Nuk marrë vesh. I dashur koleg. Po. Tash ti a vën re që brezi i ri në vendin ton e din po nuk e feston. Jo, ka fillu për me e kuptu se çka do të thotë vërtet festa e Halloweenit. Ka fillu që ti thrasi kokës, mendjeve të kokës, edhe ti thotë që këto festa nuk duhet të festohen në vendin ton. Ashtu Janë festa djallëzore si puna jote. Ashtu. I djallëzum. Ashtu. Po këto janë. Kalojmë te Vox Popi tjetër. Kalo tjetër lutem. Kalote tjetër. 1, 2, 3. Feston Halloweenin. Dhe në të drejtën dikur, kur mblidhni me fëmijët që kërkonim kështu karamele, gjëra kështu, ëmbëlsira, u bë vitet të drejtën edhe që me shkollë, jo. Ndonjëherë që dilet për party, këtej afër, si të rinjt. Çfarë është Halloweeni? Tash Halloweeni me sa di unë, mendjen time është ajo, do të thënë ato ditë jashtë shtetit, me sa di unë është që festë e ardhur. Flasim për Shqipërinë. Për Shqipërinë ne kemi kështu, do të thënë është festë, ne çdo festë i marrim i festojmë për bukur, e ke parasysh? Halloweeni të duket i bukur? Jo i bukur. Se nuk ka i bukur? Tani, supozoj të vishesh frikshëm, këtej shef të rinj që vishen bukur, që duhen të binë sy. Supozoj të vishesh frikshëm. Tani, normal, do ndihmosh edhe ato fëmijë që do vinë te shtëpia, do japësh një diçka, ndonjë lek ose nuk e di, trick or treat, diçka e tillë. Këtë nuk e di unë. Po do të flasim që nuk e di, nuk të ndihmoj, po që pak a shumë kjo, që është ajo është që thonë që ato ditë janë shpirtra të vërdall edhe duhet t'i friksosh që të largoh. Po ti si frikson shpirtrat? Të drejtën kam qenë shumë e zonë me punë edhe s'kam pas nerva, por që mundojmë të dekorojmë shtëpinë, kupton? Për Halloweenin. Marrë vesh të. Nuk marrë vesh. E interesante, A she pra se kjo i din të trick or treat e karamelet që duhet me friksu shpirtat? Ka njerëz që i din, po më pëlqeu kur tha nuk kam pas kohë me friksu shpirtat. Po pra, se çivet e shi. O Aleksandër, edhe si është i punë më shok. Ti vërtet thu që ky popull
e feston festën e Halloweenit ose duhet që mu festu festa e Halloweenit. Po. Po që është jashtë sepse duhet me ditë para punës për me festu. Po, jo, ajo Edhe ditë se pse. festojnë. Një gjë, kjo thaj diçka shumë bukur. Ç'a tha? Këto nuk vishin tha frikshëm për me bon simbolike tha, po vishin tha si të modifikume këto veshje të stilizume për me rënë sy. Po pra, Po, pra, sepse nuk din, nuk din. pra. Dakor. Duhet me ditë për me festu i festën. Atëherë, regjia kalon tek Vox Popi tjetër, ju lutem. 1, 2, 3. Tani, unë du me ditë për Halloweenin. Sa festohet në vendin tonë? Po, unë jam në Itali. Këto nuk e di si e festojnë. Në Itali e festojnë. Me shkolla, mushet, rruga, edhe vinë të gjithë të vesh ashtu si kanë qefe dhe bëhet atje lule, e lale, maska, pa e festojnë. E festojnë. Këtu tash nuk e di, kam 23 vjet atje. E dini vetë tash, mos filloj, nuk ka shif në rrugë, asnjë nuk bëj mohabet që për të bë, po 2 gërma janë. S'kan emra njerëzit, ma kupto këtë ku e kap? Nuk kanë emra. E di vetë tash. Pa dhe kë, s'ka gjë tjetër. Pa dhe kë, s'ka gjë tjetër. 2 gërma tha janë. I dashtëm koleg. I dashtëm Ja ka vu piken. Bravo Gjo. Ta kuptosh një herë mirë, sepse ato persona që jetojnë jashtë vendit, Po. e din shumë mirë realitetin nga ku janë largu. Regjia kalon tek Vox Popi i fundit. 1, 2, 3. Tani ne kena dalë për ma tepër për festën e Halloweenit, me që jemi afër. E feston? Po e festojnë, po. Po e festojnë, po. Po e festojnë, po. Qarë është për ty festa Halloweenit? Unë se kam shumë ide, po, si e festojnë. Unë se kam shumë ide, po, si e festojnë. Unë se kam shumë ide, po, si e festojnë. Për Halloweenin. Më vesh tani. Nuk më vesh. Ti ke kujmat të regjis. Ta ban për herë këtë. Për herë talen një shtoqetik në fund. E festojmë. Qa është? Nuk ja kam idenë, thënë, Rëndësi ka që e festojmë, rëndësi ka që e Po si festojmë. më rëndësi ka që e festojmë, Po, më normal. duhet me ditë mërë se Po qa s'është është me nevojë e me festu. ditë yç, s'do na me ditë yç. Na do Si na mos do thjesht, me ditë? na do na me festu. Kjo budallëk, mërë. Po.